Po të keni pa lajmet, në Kosovë po ndodh diçka e jashtëzakonshme për popullin shqiptar, që kemi pak përvojë demokratike, edhe shumë pak përvojë si shtetën e shqiptarët. Edhe ajo që po ndodh në Kosovë është ajo që ndodh vazhdimisht në familje të mëdhaja të mira, ku hyn sherri pa ditë si e pse ka prishë qefi në familje, ku askush nuk e di të vërtetën tamam si ndodhi dhe pse ndodhi. Më pëlqen me hap të dritare, po s'marr vesh fare nga ato. Edhe unë habitëm me ca komente, se tash sot i madh dhe i vogël, kush interesohet pak a shumë për çështjen tonë kombëtare, edhe natyrisht për ecurinë politike, shtetit Kosovës, shtetit tonë dytë, po komentojnë sot në çdo vend, po kryesisht nëpër Facebook. Edhe një nga postet, nuk e maj me në emrin dhe s'desha ta mësoj, një nga këto postimet, një shkrim që më prishi qakun shumë, ishte dikush ka thonë kështu që kjo ndodh kur bashkëpunon e bohesh mik me Edi Ramën. Pra, kjo mund të ndodhi Vjosa Osmanit, se ka bashkëpunu me Edi Ramën. Njëri i vogël, një maskara, një idiot. Edhe njerëzit i lexojnë këto. Edhe në radhë para shumë nga ju kam friku që nuk e dini se çfarë po ndodh, për çfarë po flasim. Në Kosovë, Vjosa Osmani ka marrë një vendim të shpërndaj parlamentin. Ta shpërndaj. Vjosa Osmani është presidenti aktuale e Kosovës. Vjosa Osmani përfundon ose i ka përfundu mandati me datën 5, pra pardjej, si presidente. Edhe parlamenti duhet kishte votu, atë kishte sjell një kandidat ose presidentin me datën 5, nuk ka shumë rëndësi saktësisht. Parlamenti i Kosovës duhet kishte votu ose për kandidatin ose të zgjidhte presidentin para datës 5 ose me datën 5. Në qoftë se Parlamenti i Kosovës nuk voton e nuk e zgjidh kandidatin ose presidentin me datën 5, Vjosa Osmani thotë që kushtetuta e detyron të shpërndaj parlamentin. Edhe ka kërku të shpërndahet parlamenti. Albin Kurti është kryeministri i Kosovës. Vjosa Osmani është presidenti e Kosovës. Albin Kurti, si kryetari i qeverisë, edhe si partia tij vetëvendosje ka shumicën në Kosovë, nuk i pëlqen, nuk ka si t'i pëlqej. Nuk duhet i pëlqej shpërndarja, se shpërndarja e parlamentit do thotë zgjedhje të reja. Zgjedhje të reja mund të rrezikojnë Kurtin. Kur ti je i fituar, ti s'ke nevojë të shkosh në zgjedhje të reja, se ti ke fitu. Mund të fitosh më shumë, edhe pastaj s'do kesh nevojë për ato tjeret, por ti je i fituar dhe s'dihet se si vjen punët. Kur Albin Kurti, për partinë e tij, për veten e tij, duhet të kundërshtoj këta. Por edhe për të mirën e Kosovës, duhet të kundërshtoj. Pse? Se Kosova ka pas gati një vit që s'kishte qeveri funksionale.
për arsye se zbinin dakord me zgjedhjet e para, nuk formohesh qeveria, edhe të shkojnë prapë në zgjedhjet e reja shtrëmuj. Thashti, bota jonë, njerëzit e tanë, në Shqipëri, në Kosovë, e gjithë që interesohen për këta, po e ngrejnë këta si një problem të madh, si një problem armik dhe populli nuk i kupton. Kanë filluar dhe të flasin epitetet të ndryshme, jo të radhoj kjo çështjen kosovare, të radhoj Albin Kurtin, jo kjo të ndodh kur bashkohesh me Edi Ramën edhe bëhesh mik me Edi Ramën, mund këta më të sarojnë. Këta e njerëzit më të poshtër, njerëzit më të vegjël. Për shembull, në radhë për parë s'ka ndodhur asgjë alarmante, por këto duhen pa më kujdes. E zem që bëhet në Bruxelles një takim midis krerëve të shtetëve të Evropës. Edhe ka shku atje në Bruxelles, ka shku edhe presidenti shqiptar që është Bega, edhe kryeministri shqiptar që është Edi Rama, ka shku dhe presidentja e Kosovës që është Vjosa Osmani, ka shku dhe Albin Kurti, po ka shku dhe Vučići, me kush është tjetër atje, kush jashtë të nonën Vučićit. Tash çfarë ndodh? Jo dhënjet e turvet, jo përqafimet e krahut, nuk po flas përqafimet, ta janë gjëra personale, kanë vlerë të madhe kur bëhen mes e prorëve të shteteve. Kanë domethënie të madhe, po janë prapë personale. Por po diskutohet për shembull Bujanovci ose Mitrovica atje. Edhe mendohet që Edi po bashkëpunon me Vučićin me bënaj puç kundër Kurtit. Atje në atë seancë ku diskutohet që të shkëmbejmë për shembull përshevën me Mitrovicën. Ata në japin neve përshevën, pra troje shqiptare, tallën ata me ne. A doni këtë, po doni ata se një do të ja morim në një trull shqiptar, po o t'ju morim, jo kemi marrë përshevën, po po jo japim përshevën se ka ma vlerë Mitrovica. Ne do t'ju morim që e sem që ndodhin këto pazare, edhe Vjosa Osmani fshetës Albin Kurtit, bashkë me Edi Ramën, bëhen grup edhe i bën një puç Albin Kurtit. Bashkëpunen me këto të Evropës. Këtu ka tradhti, këtu flasim ne për tradhti, por këto klysha kurve po qujnë që u bo Vjosa mike me Edi Ramën në radhë të parë mor klysh kurve, vlla jote dhe motra jote nuk janë miq. Ata janë vlla dhe motër. Ne jemi një. Natyrisht që mrena kombit edhe në fshat martohemi, por kur shkojmë jashtë, përfaqësojmë dy shtetet, jemi vëllezër. Unë nuk kam pa, edhe nuk kam ditë as një takim të fshet të Edi Ramës me Vjosa Osmanin për të minu punën e Albin Kurtit. Kjo s'ka ndodhur ndonjëherë. Ato i kanë dhënë dorë njëri tjetrit, janë sjell miqësorë, ne këto e duam të gjithë udhëheqësit e tonë. Kjo nuk është tradhti, mor deri nonën, mor idiot, mor psikopat, që dëgjoni lloj hunleshi, lloj idioti. Kur janë bërë këto miqësit e Vjosa Osmanit me Edi Ramën, që paraqesin tradhti që kanë bënë ai plan të fshet këto, që të ndajnë Kosovën të japin Serbisë fjallavje, apo që të ndihmojnë një parti tjetër, këto dy, Edi Rama dhe Vjosa Osmani, që të rrezojnë vetë vendosjen. Çfarë doni ju, mor idiot, mor të poshtër, që shqiptarët mos do të kenë mendime të ndryshme dhe kontradiktor, mund të jemi edhe armiq bile me njëri tjetrin. Jo armiq si shqiptar, por armiq të partive të ndryshme. Por në arenën ndërkombëtare është e turpshme që ne mos i japim dorë njëri tjetrit,
që ne mos i hedhim krahun njëri tjetër, që ne mos mbështetim njëri tjetrin. Edhe në qoftë se kjo quhet tradhti, ju jeni ca ky nuk është ky idioti që kishte shkruar të shkrim, kjo është i budall, një populli i qan. Populli i stërës madhën. Vëllezër e motra, mos e thash këta, kthehemi tash si thjesht. Kosova nuk është në problem. Demokracia nuk është në rrezik. Që Vjosa Osmani duke si ku është në konflikt me Albin Kurtin, por po mbron edhe bën punën e saj si presidente e vendit në mënyrë korrekte, ndryshe do të bënte gabim. Albin Kurti nuk është armik, nuk është shkatrues i qeverisë dhe i shtetit, as armikja i Vjosa Osmanit në qoftë se e kundërshton këtë nismë për të shpërnda parlamentin. Të dy kanë funksione të ndryshme në qeveri. Duhet i kemi kujdes kur i gjykojmë. Albin Kurti është kryeministër, kryetari i qeverisë, por është edhe kryetari i një partie, me sa dijon, vetëvendosja. Presidentja shqiptare e Kosovës, presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, përfaqëson jo vetëm qeverinë e një parti, edhe ajo ka më duket partinë Guxoj, po vjen nga LDK-ja. Ajo përfaqëson edhe shtetin, edhe gjykatën, pra është presidentja ku ka gati një rol edhe si ministre e punëve të jashtme, por edhe si ajo që sigurohet që kushtetuta interpretohet nga shteti edhe nga parlamenti në mënyrë ashtu siç duhet. Kështu që kanë funksionet e veta dhe detyrat e veta. Në radhë parë unë kisha menduar se nuk e dija që Vjosa Osmani dhe Albin Kurti vinë nga njëjta parti. Në qoftë se ato vinin nga njëjta parti, unë habitesha në vetvete si dhe pse nuk e ka rizgjell Albin Kurti dhe partia e tij këtë kandidaturën e Vjosa Osmani, se Vjosa Osmani ka bërë një punë fantastike jashtë Kosovës për Kosovën. Mirë po, unë nuk e dije që Vjosa Osmani nuk i përket partisë Kurtit. Vjosa Osmani vika nga partia e Lidhjes Demokratike që quhet LDK-ja. Pra, edhe pastaj ka kriju partinë e vet. Pra, Albin Kurti e ka detyrë në radhë parë, përpara se të bëhet kryeminist, ai ishte kryetari i partisë vet, vetëvendosja. Një parti që ka ardhur me motën për me luftu korrupsionin dhe vazhdon të luftoj korrupsionin, të paktën tashti ta maj atë qeverin pa korrupsion. Edhe, por është një parti në vete që e ka detyrë në partisë që i të zgjidh njerëzit e partisë vet. Natyrisht që këta bëjnë pazare dhe bëjnë kompromise. Albin Kurti tash i del edhe thotë që unë s'bëj pazare. Albini këtu është gabim, se Albini ka bë pazar kur e ka zgjidh këtë Vjosa Osmanin e ka propozuar ku do diun, pra pazarin e ka bë. Mos më na thuj neve që nuk bën pazar, duhet jemi të pastër. Ti themi edhe të mirë edhe të këqijat. Këtu Albin Kurti nuk po kundërshton vetveten, nuk s'ka haber se ç'po flet themi ne. Pra, ti e ke bë pazarin, se ke bë kompromis, njifen këto. Ka bë pazare edhe ai Sali Berisha në Shqipëri me këtë Ilir Metën, bën pazare, bën aleancë se do të risht në pushtet. Edhe kështu që ti e ke bë pazarin, ti bën pazare kur të pëlqen, e nuk bën pazare kur nuk të pëlqen është punë tjetër, po mos na thuj nuk bën pazare, pazaret bëhen. Pra, Albini e ka bë pazarin kur e ka zgjidh këtë Vjosa Osmanin
e ka propozuar dhe ka mbështet. Ka dash partinë e saj, Guxoja, ku do dion, edhe e ka bo pazarin. Tashi nuk e ka detyrim. Partia e Albin Kurti dhe Albin Kurti nuk e ka detyrim të zgjedhë Vjosa Osmani. Unë të shqim safas, unë nuk e dija, ka mendu që është nga një dhe parti, për pashtë të është ku është. Kurse Vjosa Osmani ka kry detyrën e saj, edhe ka bo detyrën e saj, sepse parlamenti, vlezër e motra, e ka pas për detyrë, ky parlament që ekziston në Kosovë, e ka pas për detyrë që me datën 5 ka qenë data e fundit, të votonin me zgjedh kandidatën e re për president ose votonin për president. Në qoftë se parlamenti nuk votonte, vendi thot kushtetuta e Kosovës, dhe kështu e interpreton presidentja, i takon presidentës në Kosovë ta interpretoj kushtetutën, i takon të shpërndaj dhe ka shpërnda. Edhe mirë ka bo. Pse? Se ato të opozitës nuk kanë ardhur në parlament edhe të mos votojnë. Pra duhet kishin ardhur në parlament edhe të votonin kundra, nuk për shpunë, po të kishin votu. Ata s'kan ardhur fare në parlament opozita. Edhe ato, puna e tyre, që morin paret e shtetit Kosovës, që i ka zgjedh populli Kosovës, opozit dhe jo opozit, i ka zgjedh bëjnë punën. I kanë zgjedh të punojnë aty. Edhe punët më të rëndësishme, nuk ka punë më të rëndësishme, ditë më të rëndësishme për mos më mungu në punë, se sa kur bëhet zgjedhja e presidentit, apo kur zgjedhen ministrat. Në qoftë se ju zvini të dita, këto njerëz nuk duhet populli Kosovës të votoj kur më të jap mandatin. Ato që nuk kanë qenë mbledhje, ato unë mendoj që ato duhet skualifikohen të kishte ligje, kushtetuta, që në qoftë se ti e zgjedh një detyrë, siç është që zgjedhesh nga populli, siç është detyra e parlamentit e deputetit, edhe refuzon të shkosh në punë në momentet më vitale për të qenë, që është dita kur bëhen zgjedhjet e qeverisë, aprovohen ministrat, ti nuk meriton kur të kandidosh. Unë do të dëshiroje që të kishte ligje të tilla, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, që ditën më të rëndësishme kur ti duhet të jesh në detyrën punë që të kemi zgjedhur ne, do paguash ti, do marrin edhe pensione këto, do marrin pensione shumë të shtrenjta këto deputetët kur mbaroj mandati i tyre, do marrin rrogat të mira duke ne, por ata na kanë mashtruar neve në ditën më të rëndësishme, ata nuk shkojnë punë. Në qoftë se, unë nuk e di ka ligje tilla, por duhet kishte ligje dhe këto duhet shikohen me kujdes. Në qoftë se ti herri nonën, ke morë votën tonë, në përfaqësosh neve në parlament, edhe ti nuk shkon në ditën më të rëndësishme tatën në parlament për kombin, për shtetin, ti nuk duhet kesh të drejtë, duhet mohohet të drejta që të hedhësh kandidaturën edhe një herë. Këto duhet të zgjedh ato, ai popull që ka zgjedh për shembull ato të partive të tjera duhet të zgjedh prap, po kur të mos zgjedh këto individ. Tash çfarë ka ndodhur? Vjosa Osmani me të drejtë ka shpërnda parlamentin ose ka dhënë një urdhër të shpërndahet parlamenti. Albin Kurti tash i ka dalë edhe me të drejtë funksionale si kryetari i shtetit, edhe me të drejtën si politike si kryetari i partisë vetë vendosja, edhe si fituesi i zgjedhjeve që sapo fitoi, ka dalë dhe ka thonë që Vjosa Osmani, presidentja, nuk ka të drejtë të shpërndaj parlamentin, edhe në qoftë se kushtetuta e thot këta, për arsye se, thot Albin Kurti, duhet ishte bo votimi
për presidentin ose presidentën 3 herë, kurse ne kemi pas 1 herë, thot, se edhe ditën kur do shpallnim kandidatët për të votu, nuk kanë qenë ato të opozitës, nuk kanë qenë 2/3 e njerëzve në parlament, edhe me qenë se ato s'kanë qenë, thot Albin Kurti, nuk është përmbush kushti për Vjosa Osmanin të shpërndaj parlamentin. Pra, të dy kanë të drejta që i zgjedh gjykata. Më pëlqen kjo. Kështu demokracia forsohet edhe pse Kosova duket që është në krizë. Pra edhe njëherë, Vjosa Osmani e ka të drejtën, në qoftë nuk shpërndan, parlamentin s'ka bë detyrën e saj. Ka kërku që parlamenti shpërndahet, se ka thonë mandati im mbaron. Ju duhet të kishit zgjedh, të kishit ra dakord për presidentin deri me datën 5 mars. Me 5 mars i kaloi, ju nuk e zgjedhet, vendi s'ka president. Ju me kushtetutën tonë, me ligjet tona, unë jam e detyruar të shpërndaj parlamentin dhe ka dhënë urdhër të shpërndaj parlamentin. Ka bë detyrën funksionale, ashtu siç duhet. Ka bë detyrën e vet, po mos e bonte këtë, s'ka bë detyrën. Tashti Albin Kurti nuk do të shpërndahet. Edhe do të luftojë, dhe Albin Kurti thot, Vjosa Osmani nuk i ka kompetencët dhe autoritetin të shpërndaj parlamentin për arsye se nuk janë bë 3 herë për çapjet për të votu. Tashti, në qoftë se nuk janë bë 3 herë, është e vërtet kjo që parlamenti ndoshta nuk do të shpërndahesh, por i takon kushtetutës, gjykatës kushtetuese të zgjedhë që në qoftë se 3 herë nuk është po përpjekja, por hera e parë dhe e fundit është po me datën 5, si ka qenë dita e fundit, a mundet të ketë 3 herë se kalon të ashti është konflikt, po të bësh 3 herë të ashti do të filloj me 6 me 7, ato duhet ishin po 3 herë përpjeket para datës 5. Shikojeni me kujdes. Pra, Albin Kurti ka të drejtë të kundërshtoj Vjosa Osmanin, për arsye se Albini thot nuk janë bë 3 herë përpjekjet në parlament që kanë dështu. Si janë bë bila as edhe 1 herë se s'kanë ardhur ato të votojnë. Kundërshtarët duhet vishin në sallë, të votonin kundra. Pra ne nuk i kemi plotsu kushtet, për arsye me shpërnda parlamentin se nuk janë bë 3 herë përpjekjet, se ata refuzojnë të vinë detyrë. Në krye detyres ata që janë zgjedhur që s'duhet zgjidhen më. Le të fitojnë partitë kundërshtare më shumë se sa kanë fituar sot, po jo me këto njerëz që ju zgjodhet. Populli i Kosovës, ato njerëz që nuk shkojnë në detyrë, për të cilin ju i keni zgjedhur dhe i paguni me lekët tuaj, ato nuk e meritojnë besimin tuaj që të zgjidhen prapë. Po shkut në zgjedhje të reja, në asnjë mënyrë, po më gjut fjalën mu, mos votoni për ato kandidat, për ato deputet që kanë qenë të partive kundërshtare, edhe nuk kanë shku në parlament që të rëzojnë qeverin me kastile që të rëzohet qeveria që të vinë edhe i herë në zgjedhje. Natyrisht që ju doni të partit, por mos doni këto kandidat. Vetëm kështu i mësojmë ne këto pazargjit e poshtër, që mos bëjnë pazare me fatet e shtetit, edhe të kombit. Me këtë loj që të mos paraqiten atje kur duhet paraqiten dhe paguhen. Pra shikojeni dhe herë më kujdes tashti. Albin Kurti ka të drejtën legjitime të shkojë te gjykata kushtetuese, edhe të thotë gjykatës parlamenti nuk mund të shpërndahet për 2 arsye, që nuk janë bërë 3 herë tentativet në parlament. Nuk është bërë asnjë herë, se s'kanë ardhur as herën e parë e të fundit që ka qenë me datën 5 ato kandidatët e partive opozite, kundërshtare që janë opozita. Nuk kanë ardhur asnjëherë. Duhet vishin 3 herë. Kurse Vjosa Osmani thot data ka skadu. Vjosa Osmani ka të drejtë të shpërndajë. Çfarë ndodh? Ka bërë një punë të mrekullueshme Albin Kurti. Këta të dy po bën një punë të mrekullueshme.
edhe pse duket që janë konflikt me njëri tjetrin, që i është drejtuar gjykatës kushtetuese. Tashti, çfarë ndodh? Në qoftë se ne kemi një gjykatë të drejtë, po nuk i di ligjet e Kosovës, por unë di ligjet shpirtërore të njerëzimit dhe di ato që është e drejtë. Në qoftë se opozita nuk ka shku të votoj për presidentin ose presidentën, vetëm me një qëllim të poshtër që të rrezohet qeveria dhe shkojmë në zgjedhje të reja, atëherë unë mendoj që kushtetuta, gjykata kushtetuese, duhet të e zgjas, e ka gjykata këtë në dorë, duhet të zgjas kohën e zgjedhjeve për 2-3 muaj, t'i urdhëroj deputetët që paguan me parat e shtetit që të shkojnë atje, ose të heq mandatin e deputetit me ligj kushtetues, për arsye se ata kanë shkel vullnetin e popullit, janë zgjedhur nga populli. Nuk është e lehtë, por shumica mendoj që duhet bëhet këtu, duhet bëhet diçka, në qoftë se gjykata kushtetuese konstaton Kosovë që udhëheq kandidatët e opozitës kanë sabotu parlamentin me qëllim, me poshtërsi, me ligësi që vendit shkojnë në zgjedhje të reja, pra nuk kanë ardhur votojnë me paramendim të bëjnë një ligësi Kosovës, të fusin ata që fut drutët në shinë e rrotës të rendit që të birë, atëherë gjykata kushtetuese duhet të zgjasi kohën e mandatin e Vjosa Osmanit 3-4 muaj, 6 muaj sa doj, duhet të urdhëroj këtë parlament, këtë deputet para se të shkojnë zgjedhje të reja, duhet të urdhëroj që të bëhen 3 seancat edhe të marrin pjesë, edhe të votojnë atje, pra ose kundra, edhe mos e tjetë e ozëru kjo 3 herë, edhe ato të kenë qenë atje dhe të kenë votu, të marrin pjesë atje se paguan qenë të birë qeneve, edhe në qoftë se dështon zgjedhja e deputetit, atëherë presidentja të shpall atë të shpërndaj parlamentin. Pra, unë mendoj që këtu s'ka asgjë alarmante, kështu funksionon demokracia, që Vjosa Osmani ka të drejtë ta shpërndaj parlamentin dhe ka shpërndar, Albin Kurti ka të drejtë ta kundërshtoj këtë shpërndarje dhe shkojnë gjykatën kushtetuese, parlamenti, ajo dekreti i presidentës duhet të ngri, të bëhet i pa realizueshëm në momentin që apelohet ose shkohet në gjykatë. Kur gjykata kushtetuese të marrë vendimin, atëherë veprohet se si do të vendosë gjykata kushtetuese. Pra këtu edhe është mirë se qeveria vazhdon, nuk duam rrëzimin e qeverisë, edhe pazaret do të bëhen, nuk kemi që bëjmë, pazare ka bo Albin Kurti kur e ka zgjedh Vjosa Osmanin, duhet bëj prap. Unë mendoj, ajo që më them ose që më ka thënë është se unë mendoja që Vjosa ishte nga partia e Albin Kurtit. Vjosa dhe Albini kanë bën një punë fantastike të dy, pavarësisht janë krejt ndryshëm. Por Kosovën duhet ishin prap të dy, edhe duhet të kishte bë këtë pakt, nuk duhet priste Albin Kurti që partitë të tjera të propozonin Vjosa Osmanin. Partia që propozon Vjosa Osmanin, në qoftë se ajo e ka partinë Goca, është vetëm partia Goca, sa s'qen ka më bë partinë LDK. Opozita nuk mundet dhe s'do donte ta propozonte, më thot mendja, këtë presidentën, edhe pse mendoj që çdo parti e Kosovës, edhe çdo deputet duhet ta kishte propozu për arsye se s'ka po asgjë anti-shqiptare apo anti-shtet Kosovë. Përkundërzi ka bën një gjë të madhe. Edhe unë mendoj për veten time, siç e shoh unë mendoj që Albin Kurti edhe Vjosa Osmani
plotësojnë njëna tjetrën, edhe duhet ishin të dy prap, sepse njoni është stoik, kundërshtar i flakt i çdo padrejtësie që mund të bëhet nga Evropa edhe çdo presioni Kosovës, e kemi kundërshtar të flakt. Ai qëndron besnik, por kjo ty të rëzon buzën, si thonë, do të bish buzë humë që ose s'ke një tjetër që të plëson elasticitetin që na jep neve figura Vjosa Osmanit. Vjosa nga ana tjetër vjen po nga shteti i Kosovës, që duket më e pranueshme dhe edhe që një femër është mjaft, edhe edukata që ka ajo perëndimore, më duket është rrit në Angli dhe ka studiu në Amerikë, po edhe ka qenë suksesshme me njerëzit më të rëndësishëm që qeverisin sot botën. Si e tillë ne nuk mund të humbim, edhe s'duhet të humbim Vjosën, edhe Vjosa, edhe i shërben Albin Kurtit, edhe Kosovës pikrisht se është e kundërta i Kurtit. Edhe të dy këta plotësojnë një figurë të plotë. Pra, e kemi qëndrimin e rreptë të stoik, e të patundur, si e thonë, që s'ka burnon edhe lëviz nga fjalët e Albin Kurtit, kam foli herë, thosht ai plaku i Deçanit. Ai bjen dru atje më tregonte një mik i ka hershëm i madh. Kishte pru drut shisë dru ai plaku i Deçanit. Kishte ardhur në Prishtinë. Edhe pyesin sa i ke drut, ata i bite drut aty me kalëve. Edhe ja pasaj mjes, edhe pyet një tjetër, mas një ore, mas i gjësore saj, thot, a ishte, kam foli herë Nadia, po në mjes, kam foli herë mjes, po atë tjerë se kishin dëgju, ishin të tjerë këta. Albini është i tillë. Albini ka fol një herë, edhe së ndron. Edhe po të ndroj, Albini mendon që janë pazare, bravo i qoftë, që ndron stoik, nuk dorëzohet për Mitrovicën, nuk dorëzohet për Kosovën, po kemi të tjerë që bojnë dallavere. Edi Rama, për shembull, jo bën dallavere, po secili bën politikën e vet. Vjosa Osmani, për mua, është midis Edit, që dit boj politike, dallavere, edhe midis Kurtit, që nuk lëshon pe. Edhe kështu që ata të dy bojnë një dyshe të mrekullueshme, unë mendoj, edhe shpresoj, që ta shikojnë me kujdes Albin Kurti, që edhe po se Albini ka thonë kështu, ne nuk e sjollën dhe nuk e propozojnë Vjosa Osmani, nuk e kanë për detyrë. Duhet propozojnë nga partia e vet. Mirë po, duhet shohin a përfiton Kosova dhe a përfiton shteti me Vjosën, a e vlen ai shtet që don Albin Kurti, ai të fortë, ai të fuqishëm, a e vlen ta humb presidentën që ka, nuk mendoj që e vlen. Edhe gjatë kësaj kohe, mendoj unë, që ky problem, kjo çështje do shkojë në gjykatën kushtetuese, edhe parlamenti duhet vazhdoj, edhe Vjosa Osmani do të vazhdoj si president, edhe qeveria do të vazhdoj të ekzistoj, edhe të funksionoj si që është, për sa kohë që është në gjykat. Partia e Albin Kurti dhe Albin Kurti, mendoj unë, duhet të hynë në biseda e tentativa për të rregulluar të ndreq mes tyre problemin që ka, që duket sikur është hendek, për mos është hendek, që duket sikur është konflikt, për mos është konflikt, po populli interpreton ashtu, edhe mund të kthehet në konflikt shumë shpejt. Vjosa Osmani dhe Albin Kurti duhet të ndreqin ata bin kompromis me njëri tjetër se i duhen Kosovës. Kosova duhet vazhdoj me këto dy. Edhe gjykata kushtetuese, unë mendoj, gjykata kushtetuese e Kosovës, unë mendoj që duhet ta shtyjë afatin, edhe duhet dalë me vendim të jap urdhër atyre partive serbe, se ato që nuk vinë në parlamentin e të votojnë në parlament ditën më të rëndësishme kur votohet presidenti, nuk janë gjë tjetër veç se të komanduar nga Beogradi. Serbët nuk kanë ardhur, edhe këta aleatët e serbëve. Kush nuk vjen të bëjë detyrën në parlament,
Për Kosovën ditën kur sillet presidenti nuk thanë të votoj kundra, po bën punën e serbëve. Duan anarkin Kosovë. Duan të tregojnë botës që ne s'bëjmë shtet. Ne vetëm për hir të kësaj duhet të kishim e vetu këtë, vetëm që bota mos në tregojë ne si jemi në gjendje të bëjmë shtet. Por prapë më mirë të bëhet kështu se sa të vinë këto klysh të serbëve në pushtet. Popullin është e vështirë. Populli i Kosovës është e vështirë të zgjedhësh për arsye se ata që janë kundërshtar janë njerëzit tonë. Edhe ata që janë me Albinën, edhe ata që s'janë me Albinën, ne lidhemi, jemi popull i vogël. Një daje kemi me LDK, një hallë kemi me partinë e Kurdit, një tjetër me partinë e Hashim Thaqit. I kemi njës familje, dikush nga familja mund tjetë ka më shumë autoritet, dikush ka më pak, edhe dëtërohemi të votojmë për njerëzit e tanë, por vlezër e motra, partit që dun anarkin Kosovë, që dun që ne të mos kemi shtet në Kosovë, që dun që ne të mos shkojmë të votojmë për kur popullit ka dhonë votën, ata s'duhet të kenë vend në parlament. Duhet ngriheni kundër këtyre, se shumica atyre marrin votat, jo se meritojnë, po se detyrohesh në familje. E ke aq, e ke daj, e ke hall, e ke teze, e ke shok klase, e ke bashkënak, edhe japim votën dhe detyrojmë edhe të tjerë të japim votën, nga herë japim edhe serbëve. Është miku jot, është vlla jot. Por nëse ti mendon që ato po bëjnë punën e serbëve, nuk e jep vllajt e mikut votën. Ne, sot për sot, unë nuk mund të bëj Hashim Thaqin kriminal. Nuk mund të bëj ata që quhet ai harova të luftës. Ramush Hajradin nuk mund t'i bëj, ata kanë luftu. Do ishin vra. Mirë po, veprimet që bëjnë, qëndrimet që majnë, në qoftë se ndihmojnë më shumë politikën e Beogradit se sa shqiptarëve, po bëjnë punën e armikut. Më vjen shumë keq. Ti mund t'jesh njëri i mrekullueshëm, ti mund vdesësh për Shqipërinë ku do diun, por nëse bë punën e armikut, nëse ndihmo armikun, ti për mua nuk është të flak, por s'duhet t'japës të lejo ty të bësh punën e armikut. Ju lutem mos votoni për ata që bëjnë pikërisht ata që gëzon Beogradin. Çdo person që ka bëu atë që gëzon Serbinë dhe Beogradin, s'duhet marrë votën tuaj edhe nëse ka derdh gjak për Kosovën, dje. Nuk duhet marrin vota. Por vlezër e motra, nuk është aq tragjike, nuk është konflikt. Çdo gjë që po ndodh në Kosovë forson demokracinë, forson shtetin e Kosovës, forson drejtësinë, të dy palët po veprojnë drejt. Vjosës i takon të shpërndaj parlamentin, edhe Albin Kurti i takon të luftoj shpërndarjen e parlamentit, gjykata kushtetuese i takon asaj tashti që të marrë frenet në dorë, mos lejoj shpërndarjen e parlamentit, që ka kërku Vjos Osmani, ta detyroj parlamentit të jap kohë, edhe Vjosës 3-4 muaj të zgjasë fatin, edhe këto parlamentarët të jenë aty për 3-4 muaj, të i detyroj të vinë në ose të heq mandatin, të vinë në parlament dhe të votojnë të paktën 3 herë. Të votojnë 3 herë, vetëm nëse zgjidhet probleme me votën e parë, edhe në qoftë se në 3 tentative nuk zgjidhet presidenti, atëherë të shpërndahet parlamenti nga presidentja, që e ka ajo kompetencën, edhe të shkojmë në zgjedhje të reja. Pra, por populli thjesht mos u bëni armik, edhe mos ngjoni këta maskaret, këta idiotët, këta poshtër, që na kanë thënë neve që kjo të ndodh kur bëhesh mik me Edi Ramën. Vllai dhe motra nuk janë miq, mor u qivderi nonën. Ne edhe të jemi armik për vdekje me njëri tjetrin personalisht ose partit kundërta, në botë do shtrëngëm durët
me njëri tjetrin sa është të turpërshme. Vetëm kaq ka po Vjosa Osmani dhe Edi Rama. Kanë folë përzemërsisht kur janë taku në për takimet ndryshme në përbot. Çfarë doni ju më maskarej? Që kryetarët e qeverive tona mos flasin me njëri tjetrin, të bëjnë atë që boni Edi me Albin Kurtin, se boni Albini e boni Edin Malzi. Bravo i qoftë Vjosa Osmanit, edhe krimineleve tjetë Edi Rama, apo Sali Berisha, kur do që tjetë, apo Romush Hajredini, apo Hashim Thaçi, apo doli nga burgu, kur të shkojnë në përbot, ne duhet jemi një bashk. Kjo zë thot që u bo miq kundër partive tjera dhe leni këto idiot, këto maskarej, edhe që i shpërndajnë shkrimet e tyre ku do në përbot, sa njështë të poshtërët liq, po sa që kanë trunin, kara nga menja. Më falni për shprehjen, Sami Gjoka, ju përshëndet. Shpresoj që Kosova do të zgjedhë rrugën e drejtë edhe gjykata kushtetuese do veprojë tamam.